Teatri mërgjimtar nga Kroacia sjell në Shqipëri shfaqjen teatrore Kukulla. Teatri shqiptar mërgjimtar nga Kroacia solli në Shqipëri shfaqjen teatrore Kukulla në një turne që u zhvillua nga data 9 deri datën 12 në ndalesa në Fier, Tiranë dhe Shkodër, vepra me autor dramaturgun kroat Miro Gavran dhe me përshtatje e regji nga Naser Shatrolli, vjen si një analizë thellë psikologjike dhe sociale mbi marrëdhëniet njerëzore në kohët moderne. Në skenë gjiten aktorët Leonard Hamitaj dhe Qëndresa Jeshari, të cilët interpretojnë një histori që prek ndjeshmëritë më të thella të publikut. Turnea u nis nga Teatri Bylis më 9 prill në orën 18, do të vijojë në Teatrin e Metropolit në datën 10 prill në orën 20 dhe përmbyllet në Teatrin Miqeni më 12 prill në orën 19. Shfaqjet realizohen në bashkëpunim me institucionet vendore kulturore në këto qytete. Kukulla konsiderohet një nga veprat më të rëndësishme bashkëkohore që trajton një temë universale, krizën e komunikimit dhe prinjen për të kërkuar marrëdhënie të përsosura por artificiale. Përmes historisë së Markut dhe partnerës së tij androidit Steles, shfaqja ngre një pyetje të fortë: apo kërkojmë dashuri të vërtetë apo thjesht dikë që të mos na kundërshtojë. Ky produksion i teatrit mërgjimtar i mbështetur nga Këshilli për Kicat Kombëtare të Republikës Kroacisë pritet të tërheqë vëmendjen e publikut shqiptar.